Të nderuar shikues të shoqatës Nexhat, dashamirës të shoqatës shqiptare të shpëtimit, sot jemi mbledhur në ambientet e kësaj shoqate, në fakt në një intervistë jo të zakonshme, në një intervistë jashtëzakonshme me dy kontributore të reja të medias shqiptare, dy gazetare të cilat kanë për të qenë pjesë e një debati shumë interesant dhe informues mbi të gjitha, një intervistë shumë e sinqertë me mendime të reja, me mendime me persona të cilët do japin idetë e tyre të sinqerta, transparente, të drejtë për drejta për gjithë ju. Ndoshta ju do të mbani krahun e njërës apo tjetrës prej tyre, por nuk ka rëndësi kjo, rëndësishme është që të japim secili mendimin ton rreth refugjatëve në Shqipëri, në një temë shumë delikate rreth organizatës Mujahedine në Shqipëri. Në fakt, shoqata Nexhat ka operuar në kuadër të atyre të cilët janë dezertuar nga kampi i Mek dhe jo shumë njerëz shqiptar kanë patur informacion që pikërisht në zemër të Shqipërisë, në manës të Durrësit ka patur një kamp i cili ekziston prej vitesh duke i mbajtur këta antar për të jetuar prej vitesh në vendin tonë. Në fakt, me mua sot në këtë intervistë është Anxhi Zenuni, një gazetare që ka kontribuar, sikur se thash, në shumë media në Shqipëri. Të falenderoj shumë për kohën edhe për dëshirën që patë për qenë pjesë e intervistës tonë, të falenderoj zakonisht shumë. Dhe Redi Çela, e cila në fakt është i tjetër gazetare e cila ka përqenë pjesë e intervistës tonë dhe ka për të folur në mendimet e saj konstruktive gjatë kësaj bisede. Tema e sotme dhe pyetjet që kemi organizuar për të realizuar janë pikërisht në lidhje me jetesën e këtyre refugjatëve iranianë të cilët ndodhen në Shqipëri. Mendime pro dhe kundër që janë të natyrshme, mendoj si në shumë qytetarë të tjerë shqiptar, i shëndaj mendimet e tyre në lidhje me refugjatët dhe qasjet e reja dhe ardhjet të ndryshme të refugjatëve në Shqipëri. Kënaqësi që të kemë në studio Redi dhe do doja të dija mendimin tënd rreth qasjes së organizatës së Mek këtu në Shqipëri. Qasja juaj personale në lidhje me organizatën Mujahedine, cila është, Redi? Atëherë, si fillim falenderoj për ftesën dhe unë mendoj se organizata Mek është një organizatë e cila lufton kundër regjimit të Iranit dhe do të sjellë ndryshim në të ardhmen. Do të sjellë ndryshim në lidhje me Iranin, por mendon se qasja e këtyre në Shqipëri do të jetë një qasje pozitive, mendon që shqiptarët i duan iranianët? Mendoj se po. Okej. Gjithashtu një flesh të shkurtër, një pyetje të shkurtër dhe për Anxhi Zenuni, e cila është gazetare po ashtu kontribuese në disa televizione dhe projekte artistike. Të falenderoj që je me ne sot në këtë intervistë dhe për ty kam të njëjtën pyetje, qasja e organizatës së Mek këtu në Shqipëri, si e komenton dhe si e mendon ti? Atëherë, si fillim faleminderit Aldo që jam pjesë e kësaj studio këtu. Sipas vendimit tim, mendoj se një shtet nuk mund të sjellë ndryshime duke e luftuar popullin e vet, duke u arratisur apo duke integruar në një shtet tjetër, ose duke shkuar në një shtet tjetër, si të themi. Unë mendoj se ata njerëz janë të dobët dhe pa argument. Ekzistojnë mjaft reforma për të ndryshuar një vend apo për të kërkuar të drejtat. Një politikë të caktuar. Mendojnë vërtet se qasja e tyre ka qenë agresore dhe mendojnë që nuk kanë bërë mirë në retrospektivën dhe shkuarën e tyre? Po. Një kundër replik ndoshta, meqense ti shpreh e hapur që me sa ke dëgjuar në Shqipëri, informacionet e tua janë pro organizatës së Mekut. Mendojnë që mund të justifikohen veprimet e dhunshme që Meku ka bërë në shkuarën, sepse sipas historisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë patur raportime ku disa ushtarë amerikanë janë vrarë nga organizata Mujahedine përgjatë luftës kur ata janë strehuar në Irak. Gjatë periudhës kur ka patur një luftë dhe tranzicioni i tyre politik, pra shumë iranianë që janë larguar nga Irani kanë shkuar në shtetin fshinj në Irak, ka patur dhe sulme kundrejt shtetit të tyre. Mendon se fakti që ky popull ka dashur të sjellë ndryshimin ashtu si shteti po, ideja që fakti që ata kanë bërë luftë kundrejt vendit të tyre ka një justifikim? Të them të drejtën, në një lloj mënyre dhuna nuk justifikohet, por mendoj se ishte mënyra më e shpejt, le të themi, për të luftuar regjimin i cili ishte shumë i ashpër. Dhe mendoj se ishte një ide e momentit e cila erdhi nga padurimi i qytetarëve apo i vendasve të Iranit. Por do t'treguar shtetin mbase se janë kundra regjimit të tyre apo diçka e tjetër. Anxhi, si e komenton këtë? Për mendimin tim, dhuna nuk e bën një grup të besueshëm, nuk justifikohet. Është për çfarë do lloj ndryshimi, nuk është metoda e duhur të përdorësh dhunën. Mendon se ka qenë thjesht një zgjidhje e shpejtë momentale e nxitur dhe ndoshta nuk kanë dashur të bëjnë dëm pavarësisht se ka shumë jetë humbura? Është
është pa justifikueshme. Vion të mbash të njëjtin qëndrim. Do doja të dija dhe për një pyetje tjetër që a mund të flas Mek për demokraci kur i mban njerëzit e izoluar. Anë që ta nis nga ty dhe përsëri këtë pyetje. Ata i mbajnë të izoluar njerëzit në kamp, sipas informacioneve dhe dëshmitë reale që kanë qenë të vetë anëtarëve që sot ndodhen në këtë shoqat. Thonë që ata që ndryshin të izoluar madje nëse kërkonin që të largoheshin nga ky kamp i bëj lavashtruri. Pra i thosh, i thuhej që duhet të qëndronin të izoluar dhe të mbanin qëndrim stoik, të ishin aty me fanatizëm, të qëndronin pjesë e këtij kampi. Fakti që ata detyroheshin të qëndronin aty, si e koncepton këtë? Atëherë, një pyetje normale, në momentin që ata janë të izoluar, si mund të integrohen në vendin tonë? Ata këtu kanë ardhur për të krijuar familje, për të jetuar si gjithë ne, kanë ardhur për të jetuar të lirë dhe jo në të izoluar. Mendoj që ata nuk mund të integrohen në momentin që janë të mbyllur aty? Jo, absolutisht jo. Redi, në lidhje me këtë qasje, ata janë të izoluar faktikisht në anës të Durrësit. Ne i kemi dhënë një tokë të konsiderueshme që sipas informacioneve paraprake që është dhënë edhe në media është konstatuar që ata mund ta kenë blerë këtë tokë. Faktikisht që këta të huaj kanë blerë këtë tokë. Janë këtu në vendin tonë. Mendon se a kanë mundësi të integrohen te Iranian? Ke parë ndonjëherë Iranian në rrugë? Atëherë, si fillim, mendoj se ata duan, mendoj dhe besoj se ata duan demokraci dhe liri pas rënies së regjimit, gjithashtu edhe kampet janë krijuar për sigurinë e tyre nga persekutimi i shtetit iranian. Dhe po, kam parë njerëz të cilët dalin në rrugë nga kampi, nuk janë të dhunshëm, secili është në punën e tij, nuk janë të bezdisshëm dhe besoj se çka është okay. Anzi, si komenton faktin që disa iranianë të cilët janë pjesë e shoqatës Nexhat kanë konstatuar që atje nuk kanë patur telefona dhe kanë shumë vite pa komunikuar me familjet e tyre. Pra, mos komunikime me familjet e tyre për më shumë se 30 vite. Ndoshta shumë prindër kanë menduar se këta fëmijë, pra që sot janë burra, kanë ndruar jetë. Si e mendon këtë gjë? Është një gjë jashtë normale, Saldo, nuk e mendoj normale që një fëmijë apo një i afërm të mos lidhet me familjen, është detyrimisht sikur po e mban në burg. E qartë, një pyetje tjetër për Redin, është mirë që disa vende e mbështesin organizatën Mujahidine, sikurse dihet dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës konstatohet që para shumë vitesh për gjatë luftës që ka patur në vendin fshinj, ka patur dhe ushtar amerikan nga Shtetet Bashkuara të cilët në fakt kanë rënë pre e kësaj lufte, kanë qenë agresor vetë antarët e organizatës Mujahidine që kanë luftuar kundër tyre. SBA-i quajti terrorist, por më vonë në bashkëpunim me shtetin shqiptar i solli këtu në vitin përgjatë viteve 2012 kur ka qenë tranzicioni politik dhe kryeministri i atëhershëm Sali Berisha ka sjellë 300 prej tyre, më pas 3000. Mendojnë që në bazë të kësaj historie mbështetja ndërkombëtare ka ndikuar mirë për Mekun? Atëherë mendoj se po, se duke qenë se ka një mbështetje super të madhe, atëherë si mund të jetë Mek një organizatë terroriste. Kështu që të mbi të gjitha duke qenë se ka dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, SBA-s, domethënë. A mendon se Amerika në lidhje me qëndrimin e saj që ka patur për organizatën Mujahidine mund të ketë gabuar në këtë qasje? Atëherë edhe mbase mund të ketë gabuar. Anxhi, mendimin tënd në lidhje me qasjen ndërkombëtare dhe suportin që ka marrë Meku? Atëherë, unë mendoj se vendet e mbështesin për interesat e veta dhe jo sepse grupi është i besueshëm ose Mek është i besueshëm. Mos të harrojmë që Mek ka vrarë shumë ushtarë amerikanë dhe Amerika... Ajo që diskutuam pak më parë. Amerika vete quajti grup terrorist. Po pse mund të ndodhur ky ndryshim? Sipas qasjes tënde, një mendim real, po flasim jo shumë profesional. Pra pse ky ndryshim? Mendojnë që do ishte më mirë që të deportonin në Shqipëri dhe të mbanin në kontroll? Ndoshta pranaj ka bërë këtë dakordsi me Mekun? Jo, nuk e mendoj se kjo është një rrugëzidhje e duhur, domethënë është sepse e vetmja linjë logjike që Meka është në Shqipëri do është thjesht monitorimi. Pra pushtetet ndërkombëtare kanë dashur që t'i mbajnë të monitoruar, në mënyrë që mos ketë veprime të tjera agresore. Po, por secili nga ata kërkon liri. Dhe liria nuk është rish i izoluar apo i mbyllur apo larg familjes apo të gjithë meritojnë të krijojnë familja. E qartë, si mendoni ju tani, unë kam pasur histori reale, fakti që kanë qenë dy vëllezër, të cilët kanë qenë të dy që në moshën 18 vjeç, që kur kanë qenë në Iran janë futur pjesë e këtij kampi, dhe u është premtuar që do jenë të lirë dhe do vinë në Europë, ndoshta dikush do të bëj infermier, stomatolog, u premtuar që do ishin të zhvilluar profesionalisht, do kishin një jetë më të mirë. Sot ndodhen në Shqipëri, janë totalisht të izoluar. Ata që janë arratisur kanë mundur të arratisen në një formë vulnerable. Kanë dashur të ikin në një qendër tregtare, kanë qenë 5 veta sepse nuk lejohet të jenë 1 apo 2 persona.
Dhe 3 veta i shkojnë për roja nga pas në mënyrë që ti monitorojnë dhe ti shikojnë qasjen e tyre në rrugë në mënyrë që mos të arratisen. Fakti që ata monitorojnë ka shumë me njëri tjetrin. Ky izolim në mënyrë kaq të madhe, mendon se ka një justifikim pse duhet ta ruajnë kaq shumë njëri tjetrin. Kjo gjë ndodh për një shkak sigurie, dhe duke qenë se ato kanë shumë pjesëtar kundër atyre. Kjo është një nga arsyet pse mendoj se ato dalin të shoqëruar me më shumë se një. Angel, tani dua të replikoni pak bashkë, të më thuash vërtetën se si është mendimi jonë lidhje me këtë dalin grupe nga kampi me nevojën për të marrë vizë për të ardhur në Tiranë, ndërkohë që Tirana dhe Durrësi nuk janë shtete të ndryshme, vetëm qytete. Për mendimin tim është e panevojshme, Aldo, por nga intervistat që unë kam parë falteje, kam dëgjuar që në Mek edhe abuzohet me këta lloj njerëzish. Madje kanë dalë vetë iranianët me fytyrë, me zë që flasin në shumë televizione kombëtare, po e vërtet. Që flasin për abuzimet, siç janë abuzimet emocionale, psikologjike. Madje kanë arritur edhe në ato seksualet, në intervistat që unë kam parë. Është vërtet. Është vërtet dhe në fakt rënqetem kur mendoj që ka ndodhur edhe abuzime të tilla, çdo abuzim është abuzim dhe normalisht për çdo antar është një arsye më shumë për të vuajtur dhe për të dëshpëruar për faktin që ata kanë dëshiruar të jenë pjesë e këtij kampi, por atyre ju është ofruar një kontratë. Një kontratë në fillim para më shumë se 40 vitesh kur kanë qenë pjesë në fillim kur janë dashur që të bashkohen në këtë kamp, u është ofruar një kontratë që ata do jetonin të lirë dhe do integroheshin në një popull tjetër në Europë. Fakti që ata janë të izoluar në Shqipëri, ata nuk i bën të lumtur. Mendoj është pro kësaj gjëje, unë jam totalisht kundër sepse ti mendon se do të jesh pro abuzimit? Jo, nuk jam pro abuzimit, por mendoj se nuk ka shumë raporte të tilla janë të egzageruara nga regjimi iranianit dhe nuk mendoj që ka abuzime të tilla, po. Mendoj se janë gënjeshtra edhe persona që dalin që flasin. Mendoj se kampi është shumë i kontrolluar. Nuk mendoj se janë gënjeshtra sepse askush nuk do të donte abuzimin apo të dilte të gënjente për diçka. Absolutisht, por mendoj se kampi është shumë i kontrolluar në këtë pjesë. Po çfarë mendon se kanë marrë para? Po. Mendoj se po. Duke qenë se abuzime ka edhe jam me mendimin që abuzime ka edhe jashtë kampit. Janë shumë raste ku ata thonë që kanë nënshkruar kontratën që ata do jenë të lirë, do jetojnë të qetë, do jetojnë, do krijojnë familje, secili do vazhdoj të krijojë atë jetën e vet. Po pse një pjesë e tyre, nëse mund t'i pyesësh në rrugë, do dalin shqiptar t'i pyesë, thotë ne jemi okay aty sepse na blini ilaçet, çfarë do bëjmë në Shqipërinë jashtë? Por s'mund të jenë okay, se shumica atyre kanë shkuar në bazë të kontratës, në bazë të asaj që ju është premtuar. I ka arritur dhe i farmoshe. Mendoj që abuzime ka si brenda kampit si jashtë kampit, por nuk besoj se janë shumë të egzageruara. Mendoj se janë hiperbolizuar, janë zmadhuar. Pikërisht. Po faktet kur kanë dalë iranianë kanë folur për këto, që unë jam abuzuar seksualisht aty në kamp, nuk kam bërë marrëdhënie seksuale. Mendoj se kampi është shumë i kontrolluar për sa i përket kësaj pjese, kështu që vazhdoj të jem me mendimin që shumë prej tyre mund të jenë paguar për të dalë kundra kampit apo thjesht është mendimi im, nuk jam 100% sigur. Kemi bollë raste që shumica është arratisur nga kampi. Personalisht nuk kam dëgjuar asnjë rast, kështu që nuk mund të marrë në një mënyrë brutale dhe është janë arratisur sepse ka disa iranianë që kanë ardhur në shoqatën tonë, kanë shkuar me disa grupe për të vizituar qendra të ndryshme tregtare dhe kanë lëvizur për të ardhur këtu. Siç ju thash, unë asnjë informacion se kam, unë personalisht nuk kam dëgjuar asnjë rast të tillë i cili të jetë larguar, siç ju keni dëgjuar apo diçka e tillë. Vazhdoj të mendoj që thjesht shumica prej tyre janë lajme të egzageruara, hiperbolizuara, kështu që thjesht mendoj që kampi është shumë i kontrolluar për atë pjesë. Kurse unë mendoj se ata janë antarë të kanë rënë pre ose viktim të një politike të pisët që tjetër gjë i ka premtuar dhe tjetër gjë po jetojnë ata. Atëherë mendoj se abuzimet janë edhe jashtë kampit edhe brenda kampit, kështu që jo për t'i normalizuar, por edhe jashtë kampit ndodhin të tjera gjëra, kështu që. Mendon se fakti që ata dalin me grupe dalin për të mbrojtur njëri tjetrin? Pikërisht, po. Dalin për të mbrojtur njëri tjetrin, të tillë ndjehen më të sigurt, kështu që siç ju thash, kjo siguri është sigurisë në optikën tënde? Shiko, përderisa ata kërkojnë ndjeri, shumica atyre kërkojnë ndjeri, unë mendoj se
Kjo gjëja është shumë e egzageruar. Po shumë prej tyre janë edhe të kënaqur në kamp, kështu që. Po, moshat madhore që edhe nëse dalin nga kampi nuk mund të krijojnë diçka tjetër, kurse të rinj që vinë duan të krijojnë familje, duan të vazhdojnë shkollën, të krijojnë studimet apo jetën e vet. Mosha më e re në kamp është rreth 40 vjeç dhe pjesa tjetër janë një moshë relativisht e madhe. Kanë dëshirë të dalin të punojnë, por ndoshta pa mundësia e tyre shëndetësore i bën që të kenë frikë të dalin dhe ka ndodhur edhe një strategji tjetër. Po por Aldo është tepër vonë të flasësh tani se ata lirinë e kanë kërkuar nga në vite më para. Po a mund të ndryshojë Mek dhe të bëhet më demokratik? Atëherë ti bie shumë shkurt, atëherë Mek për mendimin tim ka potencial të bëhet akoma më demokratik dhe të sjellë ndryshim pozitiv për Iranin. Angje? Atëherë grupi është mbyllur dhe nuk mund të quhet i lirë. Mendoj se ata kanë kërkuar të vinë këtu dhe të jetojnë të lirë, por të vinë nga Irani në Shqipëri për të jetuar të lirë, por janë mashtruar dhe po jetojnë totalisht në një izolim që është ekstrem. Për ta përmbyllur këtë intervistë doja të dija dhe nëse Mek mund të quhet si shpresa e vetme për një Iran të lirë. Për aq sa nuk ka një grup tjetër kaq të mirë organizuar, atëherë mendoj se po. Angje? Sipas mendimit tim, Mek nuk e ka mbështetjen e popullit iranian, thjesht është një grup i izoluar kaq. Mendoj se konsiderohet si një partner strategjik, duke qenë se disa vende shohin si aleat të dobishëm. Kështu që mendoj se po. Unë jam totalisht kundër kësaj, sepse kur ti premton diçka dhe del totalisht jashtë asaj gjëje, ndihesh edhe vetë. Po shumë antarë të Mekut e shohin si mënyrë të vetme dhe të dobishme për të dalë nga regjimi. Ndonjëherë duhet të vendosin veten në vendin atyre, imagjino të mos flisnim me familjet tona, imagjino të na mbyllë jeta kur ne mund të kemi patur ëndra, mund të duam të krijojmë familje, të kemi fëmijë apo siç thash për shumë antarë të Mekut, ajo është shpresa e vetme për të dalë nga regjimi, duke qenë se po krijonte një barazi gjinore. Duke qenë se gjithashtu edhe në organizatën me gratë po udhëheqen më shumë se sa burrat, kështu që po është shpresa e vetme për të dalë, por gratë nuk respektohen. Domethënë ti nuk mund të shkosh në Mek si burrë dhe grua dhe të përfundosh në momentin. Dhe mendimet tuaja janë shumë të rëndësishme si për ne, por dhe për popullin shqiptar, të cilët padyshim ndajnë në mënyrë të drejtë mbështetjen që ju kishit në këtë qasje dhe në mendimet tuaj. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në këtë intervistë, të nderuar shikues, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Ne do të jemi përsëri ndoshta në një intervistë tjetër me dy personazhe të tjerë dhe mund të komentoni në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, por dhe në YouTube mund të bëni subscribe, të komentoni dhe të bëni like kësaj video. Ju falenderoj shumë.